këngët e tua mbahen mend. Pra, je në një klub të caktuar, ne mund të kërcejmë një hit momenti, pastaj vendoset West Side Family dhe jo vetëm, artistë brezit tuaj, siç janë të shumë që kanë prodhuar hite asaj kohe, ne i dim të gjithë këto këngë. Pra, i kemi në memore. Nëse do i peshosh, vlen më shumë kjo e fundit apo kjo tjetra që të jesh in, të bësh lek dhe të kesh followers? Shumë konstatimi sakt, është sfidë vërtet që ti rezistosh atij lloji tundimi, por duhet pasur parasysh që shpreha është shtë çdo korrësh, pra ke investuar. Çfarë mbollëm ne si shoqëri këtu vite? West Side Family, ne si popull jemi popull fantastik. Domethënë ne kemi thënë gjithmonë, edhe unë madje kam bërë statuse që keq i shkoft atij që flet keq për shqiptarët, sepse drejtë ta nëse do flasësh keq do të vi. Do të ndjesh keq. Puno, asnjëherë West Side Family nuk e ka shfrytzuar famën për lek. Duhet ta kishte shfrytzuar edhe për lek, por nuk e ka shfrytzuar për lek sepse nuk e kemi konsideruar atë ndjenjen që Ronaldo në lushnjë tjetri që kishte Karshi West Side dhe punës tonë ta shfrytzonim për t'i rrahur supët dhe nga ana tjetër si thon dorën në supë edhe pastaj e kuptoj. Një shkel nga pas. Po e zbukuroj. Pra, nuk e kemi trajtuar kështu, e kemi trajtuar ka qenë talenti i veçantë dhe i rrallë dhe i pashoq sot e këtë ditë i Dr. Florit, që unë besoj që po t'ishte do frymëzohet dhe do sillte shumë prurje të reja dhe të bukura dhe frymëzime i nisur dhe i frymëzuar nga realiteti shqiptar. Ajo që unë shoh është që këngët sociale i mungojnë tregut në përgjithësi. E thash, ne nuk kemi abuzuar me famën, ne nuk kemi dashur famën, ne kemi dashur një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të vazhdueshme me publikun. Këtë shpejt qëndrueshme dhe të vazhdueshme unë e kuptoj shumë vite më mbrapa mbasi e kemi bërë. Pra në momentin e parë që neve fituam me këngën Mesazh, fal tekstit të shkëlqyer të Dr. Florit, neve pam si mundësi që tham, që kemi një grup që erdhëm nga shkollat, nga bankat e gjimnazit, por pas kemi të ardhmë, pas kemi talent, njerëzit na duan, na vlerësojnë. Tani gjithë përpjekja është si ta mbajmë dhe të ruajmë respektin dhe jo të ruajmë si thua të hedhim hi syve publikut, ta gënjejmë me diçka dhe pastaj të marrim lekë dhe mirupafshim. Po e them shumë banale, gjën. Neve kemi pasur shumë të rëndësishme sot e kësaj dite, unë kam shumë të rëndësishme faktin që të ecin në rrugë dhe të marr një buzëqeshje, një shikim vlerësues. Më pëlqen respekt, më pëlqen shumë